informuan se mbrëm rreth orës 22:45 minuta në afërsi të Glogovcit nga Pusia u sulmua vetura e policisë, me që rast u vran policët Nebojša Đorđević nga Prokuplja e Serbisë dhe Zvonko Jeftić nga Novoberda e Kosovës. Po ashtu u plagosën rënd edhe 5 policë të tjerë, 4 nga Prokupla dhe 1 nga Nishi. Të plagosurit u dërguan menjëherë për mjekim në Beograd dhe gjendja e tyre shëndetësore nuk është në rrezik jete. Sipas mjeteve serbe të informacionit, patrullën policore e sulmuan së paku 3 individ, përkatësia kombëtare e cilëve nuk jepet, por vetëm pakzohen terroristë, të cilët e sulmuan patrullën dhe me të shpejt u larguan nga vendi i ngjarjes me veturën që i priste në afërsi. Por që ka qenë aksion i suksesshëm, i parë, por me sukses të plot, për të vazhduar pastaj në maj të vitit 1993 dhe ballafaqimin ballor që kemi pasur me një ekstradom, me një grup mate policisë serbe, por ashtu në Drënas.